Përshëndetje, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Kundër të tjera, sot do të ndiqni. Greva e fermerëve grek po krijon pengesa në pikat kufitare me Shqipërinë. Prej 3 ditësh, aksi KKV Janin në fshatin Kallpaq është bllokuar në orare të ndryshme. Edhe këtë të martë, segmenti do të jetë mbyllur nga ora 16:00 deri në orën 21 me orën greke për shkak të protestës së paralajmëruar. Ministri i Bujqësisë Andi Salla vizitoi Konispolin ku takua me fermerë dhe grumbullues për të adresuar shqetësimet mbi përdorimin e pesticideve. Ai siguroi se analizat nga laboratorë të certifikuar brenda dhe jashtë vendit konfirmojnë mungesën e pesticideve të ndaluara në mandarina. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët si mbështetje për festat e dhjetorit. Për fituesit me pension deri në 20.000 lek do të marrin 15.000 lek, ndërsa ata me pension mbi këtë nivel dhe trajtime të veçanta financiare përfitojnë 10.000 lek. Në përmet, Jemin Habili është një emër i njohur prej gati 6 dekada si mjesht të rivjetër i këpucarisë që nisi zanatin në vitin 1967, ai quan ato vite si vitet e arta, kur zanati vlerësoi dhe të rinjtë e përqafonin me pasion. Mjeshtri Habili shpreh keqardhjen që këpucaria po shkon drejt zhdukjes. Ju njohim tani më gjerësisht, greva e fermerëve grek po krijon pengesa në pikat kufitare me Shqipërinë. Prej 3 ditësh, aksi KKV Janin në fshatin Kallpaq është bllokuar në orare të ndryshme. Edhe këtë të martë, segmenti do të jetë mbyllur nga ora 16:00 deri në orën 21:00 me orën greke, për shkak të protestës së paralajmëruar. Policia kufitare e KKV-s njofton se qarkullimi do të lejohet vetëm për automjetet me emergjenca shëndetësore. Prej 3 ditësh në orare të ndryshme, pika kufitare e kalimit në KKV ka qenë e bllokuar për shkak të grevës që po zhvillojnë fermerët grek. Edhe këtë të martë, prej orës 16 deri në orën 21 me orën greke, aksi rrugor KKV Janin në fshatin Kallpaq do të jetë i bllokuar për shkak të protestës. Policia kufitare bën me dije se gjatë këtij harku kohor do të lejohet të qarkullojnë vetëm automjete që do të kenë emergjenca shëndetësore. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 5.157 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 3.042 në hyrje dhe 2.115 në dalje, si dhe 1.912 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 1.067 në hyrje dhe 845 në dalje. Ndërsa gjatë këtyre 3 ditëve, duke filluar që prej datës 1 dhjetore deri sot, kanë hyrë e kanë dalë 16.188 shtetas. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e qytetarëve deri në përfundimin e protestës nga fermerët grek. Ministri i Bujqësisë Andi Salla vizitoi Konispolin ku takua me fermerë dhe grumbullues për të adresuar shqetësimet mbi përdorimin e pesticideve. Ai siguroi se analizat nga laboratorë të certifikuar brenda dhe jashtë vendit konfirmojnë mungesën e pesticideve të ndaluara në mandarina. Salla njoftoi nisjen e digitalizimit të monitorimit të farmacive bujqësore dhe punën për krijimin e urdhrit të agronomit. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, vizitoi Konispolin në rajoni kryesor i prodhimit dhe eksportit të mandarinave në Shqipëri. Ministri së bashku me kryetarin e Bashkisë Konispol, Ergjes Dule, u takuan me fermerët dhe grumbulluesit për të adresuar shqetësimet që janë përhapur në media mbi përdorimin e pesticideve të ndaluara nga Bashkimi Evropian apo nga lista e miratuar nga Ministria e Bujqësisë në mandarina. Duke marrë fjalën, ministri Salla konfirmoi se analizat nga laboratorë të certifikuar brenda dhe jashtë vendit konfirmojnë se nuk ka përdorim të pesticideve të palejuara, duke garantuar cilësinë e prodhimit ton Made in Albania. Ai shtoi se fermerët e Konispolit janë profesionistë të trajnuar dhe të pajisur me analiza nga laboratorë të certifikuar brenda dhe jashtë vendit, të cilat konfirmojnë se nuk ka përdorim të pesticideve të palejuara, duke garantuar cilësinë e prodhimit vendas. Ai theksoi gjithashtu se situata e krijuar lidhet me dinamika ndërkombëtare të tregut të ngjashme me ato që po përjetojnë edhe disa vende të Bashkimit Evropian. Ministria planifikon që nga fillimi i vitit të ardhshëm të nisë digitalizimin e monitorimit të farmacive bujqësore, një hap i rëndësishëm për më shumë transparencë dhe kontroll. Problematika e cila lidhet me
llojin pesticid, patjetër që ka një problem në lidhje me luftën tregtare, jo vetëm Shqipëri, por edhe ndaj vendeve më të zhvilluara siç është Europa. Ne jemi duke parë që në fillim të vitit të shikojmë të gjithë procesin e farmacive bujqësore, që të thotë licenca, numri i NIPT-it dhe gjithë sistemi që do të futet në Shqipëri për çdo produkt të tyre, që ne do të kemi një digitalizim ku do ta parafrojmë me gjithë sistemin siç e ka farmacia e shëndetësisë humane. Paralelisht, Salla njoftoi punën për ngritjen e urdhrit të agronomit, i cili do të forcojë gjithë zinxhirin bujqësor, duke përfshirë prodhuesit, tregun dhe grumbulluesit. Urdhri i agronomit do të kemi kontratat e lidhura drejt për drejt me ju dhe ai do të marrë përgjegjësinë e tij për gjithë procesin që do të lidhet me sektorin bujqësor dhe deri tek shitja në tregun vendas apo edhe tek grumbulluesi. Por kjo do të jetë në fokusin e ministrisë dhe timin personal që ju nuk ju jeni vetëm, ne ka martu dhe ne të gjejmë mekanizmat e dur. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbetet e angazhuar në mbështetje të fermerëve dhe në mbrojtje të prodhimit vendas, duke garantuar standarde të larta cilësie dhe siguri për tregun vendas dhe eksportin. Konispoli vijon të rej turistë huaj të cilët zgjedhin të pushojnë në këtë zonë jugore për natyrën, ushqimin tradicional dhe mikpritjen. Sezoni vjeljes së agrumeve u ofron vizitorëve një eksperiencë autentike që lidhet me jetën bujqësore të zonës. Konispoli vijon të mbetet një ndër destinacionet e preferuara për turistët e huaj. Edhe gjatë këtij sezoni fluksi vizitorëve ka qenë i lartë, me shumë të huaj që zgjedhin të kalojnë disa ditë pushimi në këtë zonë jugore të vendit. Familja ime dhe unë kemi qenë në udhëtime për disa muaj tashmë. Kemi udhëtuar nga Europa Veriore dhe gjatë rrugës kemi zbuluar edhe Shqipërinë. Tashmë po udhëtojmë këtu për 3 javë. Këtu është shumë bukur dhe duket një vend shumë pjellor. Ka kaq shumë ullinj dhe mandarina. Kjo është vizita ime e dytë në Konispol. Unë jetoj në Sarand. Ne u zhvendosëm nga Polonia në Shqipëri. Konispoli është një qytet shumë i bukur, me shumë pemë frutash, si mandarina dhe portokalle. Vitin e kaluar patëm këtu vizitën tonë të parë, dhe që atëherë na pëlqen shumë ta vizitojmë. Ajo që i tërheq turistët është kombinimi i natyrës së qetë, prodhimeve vendase dhe mikpritjes karakteristike të zonës. Gjatë ditëve të qëndrimit turistët kanë mundësinë të shijojnë ushqime tradicionale, si dhe jetën e përditshme të komunitetit, tani që është procesi i vjeljes së agrumeve dhe ullinjve. Kam takuar shumë shqiptar në Austri dhe zakonisht ishin njerëz shumë të mirë, kështu që para 8 vjetësh vendosa të shkoj në Shqipëri dhe u manita nga peizazhi, nga ajo që Shqipëria ofron, nga klima, nga deti, nga mikpritja e njerëzve dhe nga ushqimi. Ka shumë gjëra për të parë. Konispoli është ndër vendet që më pëlqen më shumë. Tani është edhe në kohën e vjeljes. Ngelesh i mahnitur. Ndërkohë sezoni i vjeljes së agrumeve i jep zonës një tjetër gjallëri. Vizitorët shprehen të impresionuar nga plantacionet e agrumeve dhe nga mundësia për të parë nga afër procesin e vjeljes. Kjo e bën Konispolin jo vetëm një destinacion turistik, por edhe një përvojë autentike të lidhur me traditën bujqësore të jugut të vendit. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët si mbështetje për festat e dhjetorit. Përfituesit me pension deri në 20.000 lek marrin 15.000 lek, ndërsa ata me pension mbi këtë nivel dhe trajtimet veçanta financiare përfitojnë 10.000 lek. Numri total i përfituesve në qark është 28.946 shpërblimet të cilat nisën më 1 dhjetor mund të tërhiqen deri në 30 qershor të vitit 2026. Shpërndarja ka nisur që prej datës 1 dhjetor për bonusin e fundvitit të dhënë nga qeveria. Edhe këtë vit bonusi është i ndarë në kategori. Pensionistët në Gjirokastër e vlerësojnë këtë shërbim në prag të festave të fundvitit si një ndihmë për shpenzimet e tyre. Po ku shumë e mirë është. E mirë është për hadhexit mirë është. Për të fundvitit e dini. Do marrë një relaxën vetën time.
Pastaj ndonjë fasule, ndonjë oriz, ndonjë vaj, kaq. Për të marrë pensionin, bonusin që na ka dhënë qeveria, i morëm që të dyja, jemi të kënaqur. Rreth 28.946 pensionistë do të mund të tërheqin bonusin e fund vitit në qarkun e Gjirokastrës. Atëherë, nga data 1 dhjetor, kanë filluar shpërndarja e bonusit në gjitha zyrat postare. Janë rreth 28.926 përfitues, të cilët do të marrin bonusin e fund vitit. Bonusi ndahet deri në 20.000 lekë të reja, të gjithë pensionistët do të marrin 15.000 lekë të reja, ndërsa 20.000 e lartë do të marrin 10.000 lekë të reja. Përfituesit e bonusit që nuk do të mund ta tërheqin atë gjatë muajit dhjetor, do të kenë mundësi ta përfitojnë deri në 30 qershor 2026. Dy vëllezërit Spiro dhe Thoma Çako të braktisur prej vitesh dhe me probleme të rënda shëndetësore jetonin në kushte ekstreme varfërie në Delvin. Thirrja e dajës së tyre, Vangel Çavo, solli më në fund reagimin e bashkisë së Delvinës, e cila ndërhyri me një ndihmë emergjente në banesën e tyre. Ekipet e shërbimeve riparuan çatin, pastruan dhe dezinfektuan shtëpinë, si dhe e pajisën me mobilje dhe orendi të reja, duke kthyer dinjitetin minimal jetësor. Dy vëllezër në moshë madhore dhe me probleme të rënda shëndetësore prej vitesh jetojnë të vetëm në një lagje të qytetit të Delvinës. Historia e tyre është se jetonin të rrethuar nga braktisja e skamja dhe mbi të gjitha nga pamundësia për të folur e pa patur aftësi për të shërbyer vetes apo njëri tjetrit. Ata janë Spiro e Thoma Çako, përkatësisht 30 dhe 40 vjeç, që ngrysnin jetët e reja edhe në një banesë teknikisht e higienikisht të pabanueshme. Vangel Çavo, dajua e tyre, deri para pak ditësh ishte i vetmi njeri që prej kohësh u zgjendur pranë nipërve me pa aftësi të lindur. Ai u bë edhe njeriu që trokiti për t'i dhënë fund indiferencës shumë vjeçare të Bashkisë Delvin, duke u kujtuar zyrtarëve se kanë detyrime për trajtim e përkrahje sociale ndaj vëllezërve në hall të rrallë jetësor. Dhe reagimi erdhi, thot ai. Unë kam qenë në maj që interesojnë para ata fëmijë, që kur i ka vdekur, që i shtrova motrën në spitalin në Tiranë, të nën Tereza, pas 2 muajve ka vdekur, shpenzimet gjysma tonë, gjysma Bashkia e Delvinës, edhe erdhi puna tani, çdo bëjmë për ata fëmijë. Bashkia e Delvinës, unë jam shumë i kënaqur nga Bashkia e Delvinës. Kanë bërë të nëntat për ata 2 fëmijë. Edhe tani, para 4-5 ditëve, 6 ditë, i kanë quar edhe ka lirë shpinë, kanë quar krevatët e reja, i kanë hedhur gjitha të vjetrat, i kanë quar çdo gjë të re. Po ata duan një ngrohtësi, duan se s'kan asgjë, as frigorifer bërë në asgjë. Tani më duket o sot o nesër do i çoj një frigorifer të vogël për ca gjëra. Mësohet se nga zyra e përkrahjes sociale në Bashkinë e Delvinës të vendoset një kujdestare që do të kujdeset për dy vëllezërit Çako në mënyrë të vazhdueshme. Nga kryetari i Bashkisë Delvin me mbështetjen e të deputetit Ardit Bido mendohet për të dhënë një zgjidhje edhe më të mirë duke parë mundësinë që të akomodohen në një institucion të kujdesit social. Në datën 28 në darkë me zotin Bido, me deputetin, me blerimin, u mbledhën brenda në shtëpi, pan dhe situatën, deputeti pa situatën e shtëpisë brenda, e fëmijëve, edhe vendosëm ditën e martë, takojmë në Delvin, që vendim do marrin Bashkia, deputeti, dhe ata mos i çojmë në një qendër të shkojnë dhe ata një qikë ngrohtësi. Deri tani, dy vëllezërit janë trajtuar me ndihmë ekonomike prej vetëm 12.900 lekësh secili, por gjendja shëndetësore është e tillë që nuk mundeshin të organizonin jetët e tyre. Pas kthimit të vëmendjes dhe të kujdesit social nga qeverisja vendore, u jepet mundësia që edhe ata të kenë një jetë dinjitetshme njerëzore. Mbrëmjen e sot me Radio Televizionin Shqiptar, ndez emocionin e publikut duke publikuar në kanalin zyrtar në YouTube këngët e 28 artistëve që marrin pjesë në edicionin e 64 të festivalit të këngës. Rikthimet e shumë pritura, surprizat artistike, zërat debutuese dhe krijimet e reja janë shpalosur një herësh duke sjellë një frym të re në skenën muzikore shqiptare. Festivali, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të vitit, do të zhvillohet nga 17 deri në 20 dhjetor duke rikthyer traditën, emocionin dhe magjinë e muzikës live.
këngët pjesëmarrëse në festivalin e 64 të këngës tashmë janë publikuar në faqen zyrtare të radio-televizionit shqiptar në YouTube. Menjëherë sapo janë publikuar, këngët kanë marrë shikime nga fansat e artistëve, të cilët duket se i kanë pritur me mjaft interes dhe kërshëri prurjet muzikore të këtij edicioni. Shikime në faqen e YouTube kanë patur jo vetëm artistët e mëdhenj të skenave shqiptare, por edhe artistë të rinj, të cilët duket se kanë goditur me këngët e tyre. Kjo bazuar në klikimet që kanë patur këngët në vetëm pak kohë. 28 artistë konkurrent do të ngjiten në skenën e festivalit të fundvitit në datat 17, 18, 19 dhe 20 dhjetor. Dy netët e para do të jenë netët konkurruese. Në natën e tretë do të vijojë të ruhet tradita e nostalgjisë, ndërsa nata e katërt është nata finale, ku njëri prej artistëve konkurrues do të shpallet fitues, si dhe do të ketë mundësinë të përfaqësojë këtë vit Shqipërinë në Eurovision 2026, i cili do të mbahet në Vjenë të Austrisë. Të gjitha këngët mund t'i shihni dhe t'i dëgjoni në kanalin zyrtar të radio-televizionit shqiptar në YouTube. Në përmet, Jemin Habili është një emër i njohur prej gati 6 dekadash si mjeshtër i vjetër i këpucarisë, që nisi zanatin në vitin 1967. Ai quan ato vite si vite të arta, kur zanati vlerësohej dhe të rinj e përqafonin me pasion. Mjeshtri Habili shpreh keqardhjen që këpucaria po shkon drejt zhdukjes, pasi të rinjtë nuk tregojnë më interes. Sot në moshën 73 vjeçare, ai vazhdon çdo ditë të jetë në punishten e tij, duke sjellë shembullin se mjeshtëria dhe pasioni janë vlera që duhen ruajtur dhe trashëguar. Në përmet, emri Jemin Habilit njihet nga të gjithë. Prej dekadash, ai njihet si mjeshtri këpucarisë, zanat që e nisi që në vitin 1967, pas një kursi profesional. Në ato vite, profesioni këpucarit ishte ndër më të vlerësuarit dhe shumë të rinj e përqafonin me pasion. Jemin Habili punon të këpuc me porosi dhe ato vite i quan vite të arta. Kam vajtë për specializim në Tiranë, vajta 2 vjetë në shkollën komunale. Pastaj një 2-3 muaj vajta në fabrikën e këpucëve, në byron e modeleve që quheshin atëre. Se për modeli si qënë. Mbaro atë kursin. Filluam pastaj bën këpucë me porosi. Deri në atë kohë kishte shumë kërkesa për këpucë. Bënim këto sandalet e nuseve për dasma, bënim këpucë çizme. Se do i bënja vetë që në fillimit dhe në mbarim. Do bënja taka, atëherë që taka nga të hova, të lartët. Do t'i këdhënje me dorë. Se unë prisja ishte edhe prestar, modelist, edhe i montonje. Donje një ditë po njërë. Se t'i prisja, bënja modele, do t'i qepja në makine. Përmet, jam shumë i versuar. Jashtë mase. Ku do që dalë, tani sa dalë të tërë, me përshëndesin, me flasin. Sot, sipas tij, zanati këpucarit po shkon drejt zhdukjes. Ai shpreh keqardhje që të rinjt nuk kanë më interes për të mësuar mjeshtërinë. Nëpërmjet nuk ka fare interes. Mua ka vjetë s'më ka ardhur një prind që të thotë, o usta, ma merë djalin, ma mëso. As që qafruar njeri. Kur? Dhe ky zantë më umbet. Ju vjen keq për të? Por më vjen shumë keq. Megjithatë, tek Jemin Habili pasioni nuk është shuar, edhe pse 73 vjeç. Çdo ditë ai shkon në punishten e tij, ku kalon pjesën më të madhe të ditës. Me duart e tij të palodhura, ai vazhdon të riparojë, rregullojë dhe të japë jetë të re çdo palë këpucësh, me kujdes dhe përkushtim të rrallë. Saranda ka nisur përgatitjet për festat e fundvitit, teksa qyteti po vishet me dekorime dhe ndriçime festive pas ditëve me rreshje të dendura. Në shëtitore po instalohen bredhi gjigant, barakat e sezonit dimëror dhe ndriçime dekorative, ndërsa punonjësit e shërbimeve vijojnë punën çdo ditë. Dhjetori pritet të sjellë çdo ditë risi, duke çuar Sarandën drejt një pritje sa më festive të Krishtlindjeve 2025 dhe vitit të ri 2026.
Saranda ka marrë frymëlërisht nga pasojat e eliminuara të motit të mbrapsht dhe po vishet me dekor dhe atmosferën e festave të fundvitit. Në shëtitore instalohet bredhi simbolik që prek lartësitë, baraket e shërbimit ambulator që japin ndjesinë e një destinacioni dimëror, veshja e pemëve me ndriçim special. Alban Budo thotë se kjo ditë dhe të tjera pasaj do t'u kushtojnë këtyre punëve për ta përgatitur sa më mirë qytetin për festa sa më të gëzueshme. Jemi duke përgatitur infrastrukturën për festat e fundvitit, për t'i dhënë sa më shumë gjallëri qytetit, jo vetëm për sezonin veror, por edhe dimëror. Konkretisht jemi duke vendosur kioskat dhe po përgatisim pemën e vitit të ri dhe komplet gjithë pjesën tjetër të infrastrukturës që duhet për këtë gjë. Jemi duke bërë dekorin e qytetit, duke veshur për thurjen e palmave, thurjen e pishave, thurjen e pemës. Treni lëvizës në përshëtitore, varka fluturuese në ajër dhe karuseli që pritet të montohen janë lodrat që kanë nisur të tërheqin fëmijë kurioz dhe të dhënë pas argëtimit. Disa sapo zbritën nga varka dhe shprehin shkëlqyeshmërinë e tyre. Varka. Ku knaqe atje? Varka. Varka që përndaj për e gjiro atje? Po. Gëzimi, administrator i këtyre lojrave, thotë se do t'jenë pranë gëzimit të fëmijëve me lodra t'i japin shumë kënaqësi. Çdo vit i ka organizuar në mënyrë perfekte që të gjithë fëmijët argëtohen, po edhe të rriturit, duke organizuar si gjithmonë lodra, argëtim dhe duke uruar të gjithë qytetarëve të Sarandës dhe banorëve të Bashkisë Sarandës një vit sa më të mbarë të gëzuar. Kemi marrë masat, të vendosim trenin e fëmijëve, këtu është varka e fëmijëve, aty më poshtë është duke u ndërtuar karoceli, ka dhe lodrat të tjera që janë surprizë. Prandaj ju ftojmë të merrni pjesë. Një gjyshe po shoqëron nipin të lodrat e sapo montuara, thotë se banon në Durrës, por sipas saj Saranda është krejt tjetër, e ndryshme me gjithçka që ofron sidomos me përgatitjet për festat e fundvitit. I Durrësit kanë vajzën këtu, ka ardhur me pushime festat e nëndorit, dola me nipin me bërë xhiro. Qyteti juaj është shumë i bukur. Jam shumë e kënaqshme, vi shumë herë. Kam dalur me nënën në qytetin në Sarandës edhe po bëj një xhiro. Çdo ditë e muajit dhjetor pritet që të shtojë diçka më shumë në përgatitjen e Sarandës për Krishtlindjet 2025 dhe për ta pritur sa më gëzueshëm vitin e ri 2026. Dhe përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.